Mirë se vini në këtë udhëtim shpjegues, një eksplorim i thellë në sekretet e lashta të vetë zotërimit. Ne flasim shpesh dhe fiksohemi pas numrave të tjerë, por sot do të zbulojmë një figurë matematikore dhe mistike që vërtet keq kuptohet, numrin 14. Kjo është fjalë për fjalë frekuenca që mban qelezën e ekuilibrit absolut. E po, për ta kuptuar thellë këtë, le t'ja nisim një herë nga numri 13. Në traditat ezoterike, ky është numri i transformimit radikal. Është kaosi i pandalshëm, ajo që njihet si vdekje simbolike. Është një forcë energjike jashtëzakonshme, si një stuhi e vërtet që shkatron të vjetrën për të hapur rrugë fare pa pyetur për bariera. Tani, le të shohim këtë kontrast dramatik këtu. Ndërkohë që 13 është fiks ky kaosi i pastër dhe rrënimi i strukturave, 14 hyn në lojë si harmonia dhe stabilizimi krejtësisht i domosdoshëm që vjen fill pas saj. Është qetësia absolute pas stuhisë, momenti eksakt kur gjërat e reja marrin një formë thellësisht të qëndrueshme. Misteri i numrit 14. Për historianët mistik, ky është simboli suprem i një shpirti që, më në fund, gjen bazamentin dhe ekuilibrin pasi ka mbjetuar kaosin. Dhe thelbi këtu fshihet pikërisht në matematik. Në numerologji, 14 reduktohet në 5. 1 plus 4 bëjnë 5, apo jo? Dhe ndërsa numri 5 simbolizon lirin absolute dhe dëshirën për të eksploruar pafundësisht, 14 i shton një element tjetër jetik këtij ekuacioni, disiplinën dhe përgjegjësinë. Është tamam prova supreme për ta përdorur këtë liri me një mençuri të pjekur. Mistikët e lashtë nuk e shihnin këtë thjesht si një numër. Për ta, ishte një gjendje qenjeje. Flasim për balancë, moderim dhe disiplinë. Transformimi i vërtet sipas këtyre burimeve s'vjen duke u hedhur lart e poshtë, por vjen përmes vetë kontrollit absolut të energjive të kundërta. Dhe ndërsa e shohim këtë tek natyra njerëzore, është vërtet magjepse se si pasqyrohet në kozmos. Ciklet hënore dhe e ritmi natyror. Kjo nuk mbletet vetëm një koncept abstrakt, sepse ky numër vepron drejt për drejt si ritmi natyror i frymarrjes së vetë universit tonë. Dhe e shohim këtë shfaqje çdo natë në qiell. Hëna kalon saktësisht 14 ditë duke u rritur, nga hëna e re në hënën e plot. Më pas, çfarë ndodh? Fiks 14 ditë të tjera të kurqeje për t'u kthyer në pikën 0. Kjo hartografon ekuilibrin e përsosur të natyrës, si një rrahje zemre kozmike, me 2 faza krejtësisht të barabarta. Ky cikël vërteton diçka tepër thelbësore. Ekuilibri s'është asnjëherë statik. Kërkon doza plotësisht të barabarta të forcave të kundërta. Kërkon dritë, por edhe errësirë, aktivitet tepër intensiv, por edhe një qetësi të thellë. Thjesht, pa njërin, tjetra s'mund të ekzistojë në harmoni. Alkimia, zjarri dhe uri. Nëse hym pak në laboratorët filozofik të alkimisë së lashtë, do të shohim se 14 merr një rol thellësisht elementar në transformimin e materjes dhe shpirtit. Në traditën alkimike, transformimi vërtet nuk ndodh kurrë me lëvizje ekstreme. Ndodh vetëm kur përziejmë në mënyrë perfekte forcën agresive, domethënë zjarrin dhe energjinë maskullore, me ujin, që është ajo energjia e brendshme, intuitive dhe femërore. Ky bashkim mes të kundërtave është absolutisht baza e çdo ndryshimi thelbësor dhe afatgjat. Dhe kemi këtë citim të lashtë që e thot fiks fare, vetëm energjia e balancuar mund të transformohet në ar shpirtëror. Zjarri ose uji të marra veçmas s'bëjnë dot asgjë. Shpirti dhe materia duhet të bashkohen në mënyrë kaq të përsosur për të krijuar vërtet atë që njihet si pasuri shpirtërore. Traditat e lashta dhe ritualet. Kuptohet, njerëzimi i sela këtë thjesht në rrafshin teorik të alkimisë, është kthyer në rituale jashtëzakonisht të dallueshme, fjalë për fjalë, një hartë për shpirtin njerëzor. Të marrim shembullin e letrave të tarotit. Karta 14 aty quhet pikërisht moderimi. Çfarë tregon vizualisht? Një ëngjëll që derdh ujë me një kujdes kirurgjikal nga një kup në tjetrën. Vizualizon eksaktësisht këtë alkimi të brendshme, kontrollin e atyre impulseve dhe harmoninë që na duhet për t'i bërë bashkë të kundërtat tona. Dhe paralel me këtë është magjepse se si në traditën kristiane, udhëtimi drejt rilindjes shpirtërore kalon saktësisht përmes 14 stacioneve të kryqit. Ezoterikisht çdo etapë simbolizon një nga sfidat më të thella të shpirtit dhe atë disiplinën e hekurt që kërkohet për të kaluar përtej vetes. Karma dhe vetkontrolli shpirtëror. Të gjitha këto sisteme dhe tradita na çojnë te e njëjta pikë. Rëndësia karmike e këtij numri si një provë absolute, ndoshta prova më e madhe e vetkontrollit. Në këtë fushë, 14 shihet pikërisht si një urë. Është ajo ura thelbësore që lidhi impulset e pakontrolluara me urtësinë, lirinë me përgjegjësinë. Pa të,
Siç e tham, ajo liria e bukur mbetet thjesht një kaos pa krye, ku theksojmë dëshirat, por humbim drejtimin. Për çdo që përballet me këtë mësim mistik, hapat janë 3. Së pari, të mos humbasim asnjëherë në ekstreme. Së dyti, të gjejmë patjetër qendrën dhe harmoninë brenda vetes. Dhe së treti, të bëhemi mjeshtra të vetë kontrollit mendor. Kjo, të dashur miq, është fjalë për fjalë receta për një qetësi të patundur. Kjo fjali ja vlen të mbahet mend arti kontrollit të energjisë pa humbur lirinë, sepse ideja nuk është as pak të ndrydhim veten apo të shuarim zjarrin e kuriozitetit që gjallon brenda nesh. Jo, qëllimi është të arrijmë një harmoni emocionale aq të disiplinuar sa zjarri dhe uji të funksionojnë bashkë. Kështu që për ta përmbyllur këtë shpjegues të sotëm, shtrohet kjo pyetje vërtet sfiduese. A kemi gjetur ekuilibrin e jetës tona apo po humbasim vazhdimisht në ekstreme? A ka arritur moderniteti ta kuptojë këtë plan të lashtë harmonie apo po vazhdojmë të hidhemi pa kontroll nga njëri skajni tjetrin? Është një mendim i fuqishëm që vërtet na fton të reflektojmë mbi hapësirën dhe ekuilibrin që po ndërtojmë çdo ditë.